Ngërçi i këmbës gjatë natës, pse ndodh dhe si duhet ta parandaloni? Tkurja muskulare në pulpën e këmbës shkakton shumë dhimbje të forta, veçanërisht kur ato shfaqen gjatë natës. Këto ngërçe zakonisht prekin pjesën e pulpës së këmbës, shputën e këmbës, madje edhe tendinat. Ato janë më të shpeshta pas moshës 40-50 vjeçare. Disa nga shkencëtarët janë të mendimit se stili modern i jetesës është shkaktari mundësues i tkurjeve të muskujve të këmbës, pra në shkaktimin e ngërçeve. Ekspertët thonë se njerëzit që kryejnë shëndosje të rregullta të gjymtyrëve përpara gjumit besojnë në më pak ngërçe. Për më tepër, sipas informacioneve, konsumi i ushqimeve me magnez është një mundësi e këshillueshme kundër ngërçeve. Ushqimet e pasur me magnez në këtë rast janë fasulet, arrorët, drithrat e plota dhe barishtet. Përpos ushqimeve, duhet të siguroheni të pini ujë gjatë ditës, të merrni dhe vitaminën B. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për t'i thënë lam të mirë ngërçeve.